Përshëndetje të nderuar shikues të televizionit të shtatë, ju flas drejt për drejt nga studio numër 1 e televizionit, sot emisioni frontal me shumë informacione që kanë përgatitur gazetarët tonë, mirë po edhe me mysafir në studio. Drejtësia e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian është nisur një letër të cilën e kanë firmosur gazetarët kosovar, mirë po ata nga Shqipëria, drejtuar pra Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Bashkimit Evropian me kërkesën e tyre pra për një drejtësi jo selektive në procesin gjyqësor që është duke zhvilluar në Hagë. Për këtë temë, mirë po dhe për tema tjera që lidhen në zhvillimit politike në vend, do të flasë në pjesën e dytë emisionit frontal me Lirim Mehmetajn. Do të kemi edhe shumë informacione tjera përpara se gjithashtu titujt kryesor. Një 59 vjeçar ka vdekur në Feriza, e ra nga kati 6 një objekti që po ndërtoi, viktima ishte punëtor. Pas një përleshje ku u përdor arma, reperi problematik i njohur si Buta i caktohet një muaj para burgim. Mbi 100.000 nënshkrime të mbledhura e një letër e gazetarëve në SBA kërkojnë drejtësi jo selektive nga Haga për UÇK-n. Zgjedhjet në Hungari fundosin Viktor Orbanin, miku i rozëve dhe i serbëve, pëson humbje në thellë. Emisionin në frontal për sot e nisim me ngjarje të rëndë që ka ndodhur në Ferizaj, atje ku një 59 vjeçar ka vdekur. I ndjeri ra nga kati 6 i një objekti ku po punonte. Në mëngjes hyri për të punuar në këtë objekt e në mesditë gjeti vdekjen. Në këtë vend një 59 vjeçar ra nga kati 6 i objektit duke punuar, organet kompetente kanë konstatuar vdekjen e tij. Kur trupi pa jetë u larguan nga ekipet e forenzikës, gjërat personale të tashmë të ndjerit ju dorëzuan familjarëve. Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Ferizajit, Kanon Veseli, ka bërë të ditura detajet e rastit përmes një përgjigje me shkrim. Dyshohet se viktimi është një mashkull 59 vjeçar, i cili ka rënë nga kati 6 i objektit në ndërtim gjatë punimeve. Policia ka siguruar vendin e ngjarjes, ndërsa janë njoftuar hetimet, forenzika rajonale dhe inspektorat komunal të punës. Më vonë, prokuroria themelore në Ferizaj njoftoi se është ndaluar një person i dyshuar për veprën penale rrezikim i sigurisë në vendin e punës. Me vendim të prokurorit të shtetit është ndaluar një person i dyshuar në kozgjatje prej 48 orësh për shkak të dyshimit të veprës penale, asgjësimi, dëmtimi ose heqja pajisjeve mbrojtëse dhe rrezikimi i sigurisë në vendin e punës nga njeni 358 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Prokurori i shtetit ka udhëzuar policinë dhe inspektoratin e punës për ndërmarrjen e veprimeve të nevojshme hetimore me qëllim të zbardhjes së të gjitha rrethonave të rastit. Vetëm gjatë këtij viti, bashkë me këtë rast, ka shkuar në 7 numri i vdekjeve në vendin e punës. Para 10 ditësh, një punëtor po ashtu nga Ferizaje vdeq pasi ra nga kati i parë i objektit ku po punonte. Gjatë ditës, inspektoriati i punës nuk u deklaruan mbi vdekjen që ndodhi këtë hënë në Ferizaj. Një person tjetër ka humbur jetën si pasojë e një vet aksidentin që ndodhi në orët e para të mëngjesit në fshatin Dobrush të komunës së Isogut. Sipas të thënave fillestare, drejtuesi i automjetit ka humbur kontrollin mbi veturën dhe është përplasur me një shtyllë betoni, duke pësuar lëndime fatale. Rastin e ka konfirmuar edhe zëdhënësi i policisë për rajonin e PS Fadil Gashi, i cili bëri të ditur se në aksident ishte përfshirë vetëm një automjet. Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitet policore, ekipet emergjente mjekësore dhe zjarfiksit, të cilët kanë bërë të mundur nxjerrjen e trupit nga vetura e dëmtuar. Autoritetet kanë nisur hetimet për të sqaruar rrethanat e plota të aksidentit, ndërsa trupi i viktimës u dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për ekzaminime të mëtejshme. Për këtë aksident është deklaruar edhe zëdhënësi i prokurisë themelore të PS Shkodran Nikçi. Sot në orët e ardhshme të mëngjesit, policia e Kosovës ka pranuar informat për një aksident trafiku. Me të pranuar informatën, policia e Kosovës ka dalë në vendin e ngjarjes me gjitha njësitë relevante policore. Pasi që ka dalë në vendin e ngjarjes, policia e Kosovës ka njoftuar dhe prokurorin kujdestar të departamentit të përgjithshëm në prokurinë themelore në Pejë. Nga dyshimet preliminare dyshohet se gasësi i automjetit ka humbur drejtimin dhe ka shkaktuar vetë aksident, ku për fat keq nga plagët e marra ka humbur edhe jetën. Prokurori i shtetit ka autorizuar policinë e Kosovës që të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore dhe njëkohësisht me urdhën të prokurorit të shtetit, trupi i pajet i viktimës është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion në Prishtinë.
E të shtëna me armë pati mbrëm në magjistralen Prishtinë Frizaj. Viktima mashkull ka njoftuar në policinë e Kosovës se derisa ishte duke lëvizur me veturën e tij në drejtim të tij nga një veturë tjetër në lëvizje, ka pasur të shtëna me armë zjarre nga një person i panjohur duke qelluar vetëm pjesën e pasme të veturës. Në vendin e ngjarjes ka ndalë njësitë relevante policore ku kanë gjetur dhe sekuestruar 2 gëzhoja. Në konsultim me prokurorin është iniciuar rasti dhe mbetet në nënhetime. Flasim tash për procesin gjyqësor që është duke vazhduar në Hagë. Realisht ky proces është duke shkuar drejt fundit, kurse këtu në Kosovë janë mbledhur mbi 100.000 nënshkrime në mbështetje të luftës së drejtë ushtrisë shqiptare të Kosovës e në adresë të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Bashkimit Evropian ka shkuar edhe një letër e nënshkruar nga gazetarët kosovar dhe ata të Shqipërisë. Për të fundit herë u mbledhën para gati 2 muajsh në Prishtinë. Mirë po protestat nuk janë mjeti i vetëm dhe i fundit që shoqatat e dala nga lufta po i përdorin kundër gjykatës speciale. Së fundmi ata realizua një peticion me 10 mijëra nënshkrime nga qytetarët dhe pritet ta dorëzojnë në Hagë. Në fakt janë rreth 27.000 nënshkrime në formë online që i kemi mbledhur, dhe të tjera pra rreth 100.000 total numri, ato janë të mbledhura fizikisht, po flasim vetëm për Kosovë, sepse kemi edhe nënshkrime që mbledhen nga shqiptarët e Maqedonisë së Veriut, po ashtu shqiptarët në Shqipëri dhe në vise të tjera kudo që jetojnë shqiptar, por ende ata nuk i kanë sjellë te na që me pas një numër të saktë, po afërsisht deri me tani vetëm në Kosovë po flasim për rreth mbi 100.000 nënshkrime. Ne po planifikojmë javën e parë të muajit maj që i dorëzojmë atje, sepse edhe ashtu kemi bërë kërkesën për pranimin e këtij peticioni në gjykatën speciale. Ndonësa ato nuk mund të përdoren si shkresa apo prova pranë trupit gjykues, peticioni mund të ketë rol në krijimin e opinionit tek gjykatësit. Kjo ndikon në krijimin e asaj bindje që këta persona e kanë mbështetjen e shqiptarëve të Kosovës, gëzojnë popularitet, edhe në anën tjetër luajnë rol për shkak se më shumë se 100.000 shqiptarë janë bindur që këta persona nuk kanë kryer krime lufte. Mirë po në aspekt të provuarit jo, nuk janë prova, zakonisht në nënshkrimet, peticionet e ndryshme, merren si opinionet të njerëzve. E veteranët dhe qytetarët nuk janë të vetmit që po kërkojnë drejtësi dhe pa anshmëri nga dhomat e specializuara të Kosovës. Edhe drejtuesit e mediave kryesore në Prishtinë e Tiranë ju drejtuan me një letër Bashkimit Evropian e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Shpesh rolet aty nuk ka qenë të ndara sipas funksioneve, mirë po qytetërisht ka pas një bashkëpunim në mes të prokurisë dhe gjykatës, edhe shpesh gjyqtarët janë nduk sikur pjesë e prokurisë, e prokurorëve, e jo si një trup e veçantë e ndarë, e cila duhet bëj analizimin mes atyre që i sjell prokuria dhe atyre që i thot mbrojtja. Prandaj ky ka qenë shqetësimi që tash me që jemi afër vendimit final, vendimit të jetë i drejtë, i bazuar në fakte, i bazuar në prova, në gjetje. Edhe kjo përvlerësohet si mjaft pozitive nga avokati i akredituar në speciale. Mund të kenë ndikim që qytetarët të jenë objektiv dhe vetë shtetet sponsorizuese gjykatës apo udhëheqësit e tyre e sidomos Këshilli i Evropës mund të kërkojnë nga gjykata që vendimet e tyre të bazojnë në prova materiale dhe personale të akuzuarve, por mos ndikohen ashtu siç janë ndikuar me rastin e ngritjes së akuzës nga propaganda ruse dhe serbe. Trupi gjykues në rastin ndaj thoqet e të tjerëve ka afat të rregull deri më 19 maj për shpalljen e aktgjykimit, nëse nuk i marrin edhe 2 muaj shtesë, siç parashihet me ligj. Kthehemi në studion e emisionit frontal për të nisur bisedën me të ftuarin tim, Lire Mehmetaj. Lire, mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit. Moti si na po? Moti edhe për koincidencë, për rasti, hera fundit që më konë shto me naj televizion, më konë të ti. Në Hagë që kesh, një lidhje live që vatën brejta dhe. Jo. As që kanë mo, as në duka gjenë që kanë? Jo, që më konë as debat plus, mo as njerë. Pse? Se të tash po të diçka tjetër. S'ka naj varë, si me thotë sekreti, as nuk ka që po mënoj kom përfundu këto raport profesional me ta, as kur gjo, po hajde që qarësim, unë fillim me më angazhu
me idenë të qenerit gazetarë në studio. Po. Edhe kryesisht ideja ka qenë vim politikani ballafaqon. Normal aty mos ne edhe të kërkohen mendimet, e duhesh me jep. Po unë jam gazetar. Po. Tash okej, tash gazetaria është e përzime ka pak, edhe me komentim, pra as jam veç raportues. Edhe raportojmë, edhe komentojmë mbi zhvillimet që i raportojmë. Po aty, që me thonë, pa fajt termalit, pa fajt emision, më bo gati e pa mundun me pas ballafaqime se refuzeshin me ardhë, ose kushzeshin ardhjen me mos pranin të emën studio. Po kuptoj. Njëherë vetë vendosjes. Pra zhveshin, nëse është lirimi, zvim. Pastaj edhe të opozitës. Po. Po, Edhe vetë vendosja, adën hohet me diçka. Po, dhe kur nuk më ka pranu për shembull as Lumir Abdigjiku, as Bedre Hamza, mas në janisën të mos më pranu as në kryetarët, si me thonë, a e vlora Qitaku, shka janë këta. Jo as njerë. Edhe në anën tjetër s'mujmë nu faja Zermalit. Po, se ai u dosh me i pas. Se po, se ai zvitet të shkon tjetër kon. Po. Këtu nuk ekziston ai farë bashkëpunimi i mirëfillt me gjumëve që i thonë nëse do të më ardhon shko dhe atje. Edhe okej, se në mujtë janë nole më së kuat. po, edhe okej, se tre konkurrus, po, që me thonë u bue e pa mundun, se e kushzeshin. Nëse o lirimin studio, në azvim, të ne do ke edhe ne, që me thonë, e kom parasysh plotësisht, edhe kupton, normalisht. Edhe normalisht, edhe mirë kuptoj. Edhe me ta, që me thonë, është tek si e mujra ma bëha, që të natë s'kam. Apo den? Seriozisht, okej, një herë, dy herë, po mjaftohet. Mas nëjna, si me thonë, vetëvendosja ka strategji që një kohë, me që e kanë hup ata mundësim për mu ballafaqu, se s'kanë as argument, s'kanë mo kur farë rëfimi, jënë zhveshën komplet, kanë vendosë shtu me i prodhu do persona si Rama Baja, si ai edhe në Presengë është një i ritash, një lloj i Shkëlzengashit, edhe i gjur ata mbetej, kjo është me të marrë ty energji, mu ballafaqu me ta, normal ata janë pa kur farë karakteri edhe nuk e kam problem pse ekspozohen brutalisht, si me thonë, nuk e kam problem nëse pej 90 emisioneve një emision dalin mirë. Janë pa karakter, të financum, edhe pak e kalkulova që drejtim, nuk do me thonë kjo që se kam dërmend medalë, së na i sanë, po që kjo ku arsyeja kryesore, në anën tjetër me Vox, është tu puna, o rritë, si me thonë, prodhime, sa në kisha nevojë edhe për aty, edhe unë të herët paraqitjen publike kom trajtu jashtëzakonisht seriozisht. Edhe vazhdoj me trajtu. Për shembull, unë nuk du me gjetë veten të shku me një emision nëse nuk ja kom kushtu krejt ditën që ati emisioni për mu përgatit. U vrejt një paraqitje tua, u vrejt që ke përgatitja para pak. Edhe qajo. Edhe esenca arsyeja pse kom vendosur me dalën në televizor ka qenë si gazetar, me jep informacion edhe me ballafaqu politikan. Ata politikan ma bon blok. Edhe që kjo bon arsyeja kryesore. Për ndryshe, po menoj, du të edhe me falendru publikisht Ermalin, kur fa restriksioni nuk kom pas, absolut asë njerë. Ermali nuk ta kërkoj, me thonë që jo, kur s'ma ka kërkoj. Nuk pëm vjen këta kështu që mos hajde telet vina ta? Ja, absolut, kur. Oni kom thonë Ermalit, se dia duhet me vazhdu me kom prezent, apo dhe nëse ata vazhdojnë mos me më pranu. Po jo, s'ka qenë. Ermali o konë me mu fantastik, kur farloj restriksioni unë s'kom pas. Thjesht, pa mundësia ati me i prunë studio, kur jam edhe unë. I mund që shumë liren, dhe më thonë, të kom përcil, s'po thamë vazhdimisht, po shumë raste, shumë ke qenë brutal në raport me se cilën që ka dalë për balë të ije. Përshirë ta kolegët e tu... Po që ka ndodhë që ka është interesant. Vetë vendosja për me ti delegitimu argumentet edhe me ta ndodhë arsyen, me automatizëm, kushdo që kritikon vetë vendosjen, të nëtëjke me përshkrusi i opozitës. Edhe pëse s'ka gjotë keqe, gazetarët opozitarë me bashkëpunu me partit politike opozitarë, kjo ka ndodhë me vendosjen sa ka qenë në opozit. Po, ata e supozeshin kështu që një perde që ta vendosin, edhe mas nena nuk ka lidhje mo që ka thu, edhe se argumenton në bindjet e tyne.
se ka, normal që ka, po në bitë ty në s'ka lidhje se si argumenton lirimi. Për shembull, se na lirimin e kemi damkos me etiketën e ky është i opozitës se ka ble kë. Kjo normalisht është e pavërtet. Problemi është se edhe partitë opozitare pastaj filluan me besu tregimin e vetëvendosjes. A vëdhen, si me thonë, kur asnjë lloj raporti, as profesional, as shoqëror, me asnjë parti politike s'kam pas, kur. Kjo edhe për shkak se kam qenë më i ri, ndoshta, edhe s'ka ardhur, si më thon, rrethana, so krejt normal gazetar me pas raportën politikan se duhet me thirrë në emision, duhet me komuniku, duhet me i pyet. Edhe në fillim, ndoshta çashtu jam përtretizu, po se kam pas problem. So nuk bëj jetë publike mi argumentu vetëvendosjes, edhe gjykimeve tyne. Sa budallashet i lëshojnë ata për ditë, është krejt e kohët me bo me gjetë vetën, të argumentu edhe të ndërtu, si me thoi jetë publike në raport me shuarjen e dyshimeve të vetëvendosjes, të cilat nuk janë dyshimet sinqerta, po janë etiketa që i vendosin kujda nëse është kundër tyne. Nesër dal lavdoj, me njerë të marrin gryk, po ta mon puna me bo atë sen. Kështu që... Kush i gëzohet tërhiqjes tonë nga ekrani? Jo, po nga, mas ta marrëm definitive, se nuk është prezenca jote po ka thënë nuk ka që shkoj prap në Debat Plus, po, okej, aty shkoj, isha me shku dikon tjetër, s'mu do ke arsyeshme se nuk ka që më ka mungu hapësira aty, apo kupton, edhe... Sa dhe mundësit pa fundme për më shfaq. Unë kam qenë për shembull në Debat Plus ko marrë edhe këto, edhe kudo. Po thëmë, Ermali o bashkëpunëtor kështu fenomenal. Edhe asni element negativ nuk moj me drejtu në raport me to dhe mënyrën shumë trajtu unë aty. Fantastike. Po nuk ka definitive kjo, se bjen tema, vendosim me dalë prap, ose vjen është tani koku, e marim pa guxim, edhe thojnë okej, bën me kohën edhe lirimi. Edhe pse është e çuditshme se për shembull me qenë në opozit 4 vjet, 5 vjet, ty supozohet që nuk ka nevojë me pas frikë me i dalë kërkuj për balë. Se flet për një pozicioni ku s'ki për shtet, rrëdhe mirë së që drejtohen shigjeta shumë. Nuk i vënoha shumë. Ka ndasht, ma dhe që kjo është edhe faja dhe që kjo është edhe arsyeja pse nuk funksionojnë, nuk performojnë që ashtu që shduhet, se dëshirojnë me bo betej politike me sigurit leorë, tu paketu, s'funksionan ashtu. Se kjo në dulë se temë, kështu veç po mirë se Sarova, po du me të pyet diçka se tash më kujtu, pa ta boni postim për ty diçka, po të një solm që edhe bana një postim një fotografi tonë përbashkët që dola në mbështetje kundër atyre që të solvojnë ty. Une jëm shqetësu edhe jëm trishtu me komentet që kanë orë në Facebook temen të të shoh ty. Për mbrojtje, po. Në më dhanë me termet ma të vrashta edhe kom thonë qysh mundet mja bo lirimi, dhe më dhanë mund pengojshin komentet për ty, të cilat shumicën i kom shly, shumicën i kom bëtë padukshme se edhe për mbrojtja e shëmëron. Qysh ja ban ti? Tash e mira e kësaj është që ekziston mas ne një masë e madhe e përkrajës e mbrojtjes. Edhe ajo është e sinqertë, e pa bleme, e pa organizume. është thjesht vullnetare. Në anën tjetër, vetëvendosja e bën edhe këtë lloj beteje, këtë lloj lufte, edhe një pjesë e madhe e komente janë organizime. Ata supozojnë që nëse krijojnë përshtypjen publike se dikush po kritikohet shumë, ai delegitimohet e rrjedhimisht kur flet ai mos ka rëndësi për njerëz se thonë këto peshojnë. Po se kjo ka shumë rëndësi, ndoshta qatë sa të jep impakt ty, qatë shumë të bën dëm. Rrjedhimisht nëse s'të jep kurfar impakti, a e lloj kritike e organizume, e simulume, e angazhume partijakisht, nëse ty se trajton hiç, kurfar dëmi s'të bën. Edhe rrjedhimisht sa më shumë që ka tentuar vetëvendosja ashtu me kriju që si lloj idesh rreth meje, po edhe rreth te, rreth secil gazetar, veç më shumë është rrit për kraja ashtu besimi. Unë kur më shumë se tash s'kom pas njerëz të vetëvendosjes që më shkruajnë pozitivisht. Të vetëvendosjes. E çuditshme. Kur më shumë mesazhe të ndarë. Apo deviosa Osmanet që kanë qenë vetëvendosje. Jo, absolutisht. Është
janë asi lloj votues të vetëvendosur që janë më të hershëm. Janë votues që ka qenë idealist, që kanë besu një mend se ideja është për me ndryshue, mu demokratizue. Edhe tash e kam po që vetëvendosja thjesht është një grup i interesgjive që e tenton edhe e ka tentu gjithmonë ardhjen në pushtet për përfitim personal. Historiku, fatkeqësisht, i vitet fundit në Kosovë, i pas luftës, ka dëshmu që nëse vjedhën politik nuk burgosësh. Për momentin se kemi asnjë politikan burgosën në Kosovë. Edhe për këta është pasaport që hajde të vjedhëm edhe na se kur gjo s'pëndodh ka. Normalisht, tash është vjedhja shumë e organizume, edhe sasia e nisë shumë më e madhe, se ka dhe pare më shumë. Njerëz harrojnë. Ka raportuar shumë për këto vjedhje për keqpërdorim apo kuptoni kequjt madje kriminal edhe në këtë studi tani ka dalë neve probleme KP-ban. Mos ne ka dalë që prokuroria po jeton. Po, tani dol unë nuk mundam mi lidh. Do të thonë as ti, na suni burgosim ata. Jo, edhe që të punë marrë shumë suni burgosim. Po, unë si më thonë me mbledh thash krejt që mbot është tani 30 pa di, as që nuk e kom hub, as një nuk kom me hub. Edhe që kjo dëshmia asë raste në Këshillin e Media të shkruar me Kosovë nuk hupi. Sepse tana janë me dokumente janë të faktume. Normalisht, se pushteti aktualisht e ka të kriju me një farë ideje që ty duhen dokumente, duhet precizitet, duhet saksi milimetrike në prezentim, e aty ne i duhet veç një mohim. E pa të rastin e fundit fatën peci, dashti me e gënjy, dashti me e gënjy edhe pushimin e hetimeve për ta. Përderisa hetimet kishin pushu për krejt diçka tjetër, konfliktin e tij në pozita edhe ministrë dhe deputet, e hetimet vazhdojnë me intensitet ma shumë se kur për subvencione. Tash, mas do ditë kemi publikuar në Vox Kosova, të kujtohet një kohë që the ke gjema një fakt që janë përfshin në subvencione. Ekskluzive e kemi me email titu përfshin subvencione. Po, normalisht ata dalën e mohojnë. Po tash, për tej aparatit edhe mekanizmit që ushqet për i tyne, që do të me pas parasysh dhe ndosja ka marrë për shtet me idealizëm, po e marrë me krim, ajo s'ka diskutim. E për tej ati aparati, i cili financohet direkt edhe e ka urdhën me sulmun këta në me mbrojt atë tjetër, njerëz të ndershëm e sinqert Kosovës nuk ja kanë me bashkë Albin Kurtin mbështetjen. Dhe në momentin që kanë me po, që ajo është ose si në kalumen, ose diçka ma keq e variant ma i dëmshëm, i largohen. Ka plot, si me thonë, që vazhdojnë me qenë me vetë vendosin, se janë të bindën që në terma general Albin Kurti është i mirë, po absolutisht më japin për kraje edhe për zbulim të aferave, edhe për dokumentim të korrupsionit institucional. Kështu që qaja nuk më shkakton seriozisht po thëmë, tim një edhe privatisht, nuk më shkakton kur gjo mas në ena edhe unë kur s'kom përjetu në situatë të pak kanë shme kështu në publik. Edhe unë jetoj normal, shkojnë shpe, do me thonë, nuk kam gjipa të zi se ata, si me thonë, nuk jam i shkoputu nga jeta për ditëshme e njerëzve. Që shkom jetu, si me thonë, Prishtinë si student, jetoj edhe sot. Kur asë një situatë negative nuk e kom pas. Uroj që mos ta kesh kur këtë situatë. Edhe jam i bindur që kur s'kom e pas, se po të thëmë, kjo urrejtja e cila tenton me u prezentu si e vërteta përgjithshme me vetë vendosjes, është mekanizëm i organizuar. Normalisht që tash 1% bjen prej atij mekanizmi, po bërthama është çaj mekanizëm. Vetëvendosja e bën të njëjtën pastaj edhe në anën e kundërt. Ka persona delitant komplet, sikur Vudi Gjumshiti, Shkelzengashi, Rëngjinovci, njerëz që po të ishin në kampin tjetër, po ta kritikoni vetëvendosjen, ishin anatemu, e kundërta, përkrahen, pikërisht nga mekanizmi njëjtë, dhe po ashtu edhe në këtë rast 1% bjen prej atij mekanizmi. Po bërthama është artificiale, për që të arsye edhe s'prodhon ndonjë farë efekti shqetësues për mua. Me që përmendëm mbështetjen dhe Shkelzengashin dhe Ronin, fillimisht Ministria e Punëve të Jashtme kishte dhënë mbështetje financiare projektit Shkelzengashi për një libër, masakrat në Kosovë, e më pas Kuvendi Kosovës po t'i financuar me 5.000 euro ekspozitën me ato dhënat të pasakta në që publikuan në 24 mars. Qysh e ke pati këtë situatë? Tash përveç se po do me dalë të ketë gjumha patjetër. Tash pava nda arsyetimet të opozitës për Shkelzengashin
që më thonë që nuk e kemi lexuar, dhe nashta përmbajtjen, si më thonë me vendos pak lajthitje. E para punës në momentin që e ke pa një person si Shkelzegashi, nuk i nevojë me lexu përmbajtjen. Sa ja ka me qenë e tillë, çfarë ka ta mërmenja që ka me qenë çfarë doli që ka qenë. Në fakt emri Shkelzegashi, siç kanë thënë ata, nuk është Po ata e kanë ditë bashkëpunimin, e kanë ditë titullin e librit. Ajo integra shkan ato janë se kjo klika diçka bën. Është shumë interesant. Këta financohen shumë edhe për fondeve të jashtme. Që më thonë një grabitçar edhe fondeve të jashtme. Edhe këta ndërtojnë organizata jo qeveritare, Orka, Admover, Integra, kanë plot. Edhe kjo është një mënyrë shumë e mirë që qëllimi bazi ka dy. Një, influencim narrativa tilla, dy, pare për ta. Nëse cilën organizat, për shembull, njëri është udhëheqës, tjetri është antar bordi. Mas në kjo udhëheqësi kësaj organizate është antar bordi në organizatën tjetër, edhe vazhdojnë kështu. Shkelzegashi prej vitesh organizon ekspozita të tilla ose për shembull bën publikimin e librave me titull Serbia tjetër. Është një seri e librave Serbia tjetër ku gjen serb që kanë qenë kundër Miloševićit, Çeltikin Gishta, edhe i sjell në Kosovë si me demek e vërteta e Serbisë janë këta njerëz, jo Miloševići, pra është një Serbi tjetër. E me bind publikun e gjerë, që Serbia nuk është e keqe që është supozoni ju, ajo është veç Miloševići. Belon kam pas marrë pjesë në një prej rasteve kur ka publikuar një për librave edhe e pa ta pyet. Shqiptarët nuk e kanë sulmu Serbinë ndonjëherë. Nuk i nevojë me tregu shqiptarëve që ekziston një Serbi tjetër më e mirë. Mirë e keqe, shqiptarët nuk e kanë sulmojnë. Pse nuk po shkon në Serbi e më u tregu Kosovën tjetër atyne? Se ata kanë qenë agresorët. Pra nëse ekziston një popull këtu që duhet me bind, që mos me sulmue, mos me urrejt, janë Serb, edhe Serbia, e jo na edhe Kosova. Po, qëllimin e kam pas gjithmonë të njëjtë, që anaj, si me thonë, janë angazhu, e fatkeqësisht edhe të fillu për kryeministrit, kabineti, ministrat, janë paka shumë e njëjta linjë me funksione të ndryshme, edhe me mënyra të ndryshme të artikulimit në publik. Derisa ky Shkelzegashi pak ma bodall, edhe fol ma direkt, e hetohet ma shpejt, Albin Kurti pak ma inteligjent. Po qëllimi final është i njëjtë. Veç që kjo ma i rrezikshëm, sepse në petkun e patriotit mërko ma shumë me u kuptu. Derisa çifti i rënxhinosit të Shkelzegashit shfaqen ma lehtë ose i ati Vudi Gjumshitit që paka shumë përbëjnë të njëjtën kost. Tash është mirë, kushdo që është me Albin Kurtin që nuk merr parë në çfarë do lloj forme, po është se beson të. Është mirë mi marr 3-4 elemente të këtyre njerëzve, edhe me i vendos të këta kritikus të Kurtit, çka kesh menu për ta nëse kish bo dikush si Shkelzegashi? E qashtu i vjen, si me thonë, pas shyra malet, edhe një pyetje është mirë me bo. Qysh është e mundon që krejt njerëz që rrethana të ndryshme me specifika të ndryshme flasin kundër UÇK-s, kundër luftës, ta lavdojnë Jugoslavinë, tentojnë me ta jap një Serbi tjetër, qysh është e mundon që secili prej tyne është me vetëvendosjen. Pra njerëz kanë erë keq kuptojnë, kanë tentu me prej fjalët e misioneve, me i ndryshue, me i riprodhue, po ku thonë edhe po thon prap. Jo krejt që janë vetëvendosje, janë pro këtyne interesave serbe. Jo krejt që janë vetëvendosje. Po krejt që janë pro këtyne interesave serbe janë vetëvendosje. A me kupton? Se si pra ka aty edhe të pafajshem, edhe të mashtrum, edhe që besojnë hala, edhe që e ka një farë përshtypje se me gjitha të Albin Kurti ma mirë se tjerë. Ka, është e vërtet, pra jo krejt që janë vetëvendosje, janë me Serbinë. Ama krejt që a i ki me Serbinë janë vetëvendosje. E kjo nuk shpjegohet bashkë qashtu, rastësisht. Ndërko, Ramush Haradinaj i shkrymisë e Kosovës pa ta akuzu Albin Kurtin pikërisht për këtë lidhjen si që a i ka pretenduar me Serbinë. Ndërkohë para disa ditësh, pikërisht një qytetar, nuk e di për kajt ish, po në Pejë, dol në sheshin kryesor të Pejës, pranë shtatorës së vllaut Ramush Haradinaj heroi i Kosovës, dhe e fytje me fjalë të matrona Ramushin familjen e tij. Po, çështë do. Pse me kaq lehtësi fyhen herojnë qoftë gjallë qoftë vdekur. Po. E para punës ata mundun me paraqit si një bodall që aty i rastësishëm që ka dalë, s'është ashtu, nuk ka bodall, ai. Po
që e komendu gjatë, për shembull, pse ekziston urrëtie kaq e madhe për njerëz të luftës. Për një kohë e kanë kamuflu mirë edhe besueshëm që arsyeja pse u kriju kjo urrëtie për udhëhec të luftës ka të bëjë me zhvatjen e madhe që sipas tyre të njëjtit ja kanë bërë Kosovës. Edhe kriju një farë përshtypje që mbase edhe kanë të drejtë se pikërisht se ke luftu ti duhesh me qenë absolutisht më i kujdesshëm në mënyrën se e trajton parën e shtetit. Edhe u arsyetoj ke pak urrëtia. Po tash na peshojmë për shkakun që vetë sot e publikuam Armend Muja që u bë ministër, e ka bërë gruan drejtoresh ministri. S'ka ditë që shkon që s'publikojmë skandale korruptive në përmasa shumë më të mëdha se sa të kalumen, kjo edhe për arsye se tash ka parë më shumë. Kosova është ekonomi më e madhe. Për krahasim, tash o buxheti 4 miliard, në 2008 ka qenë 600 milion. Sot 600 milion të vjedhin. Punësime, bile ka raste që i kanë fitu zgjedhjet të thonë po normal që punësojnë partjakisht. Sigurojnë fush Kosovë. Pra e kuptu. Bile thonë që garën fush Kosovë valon ja ke fitu ti. Jo, unë ja kom pa mundësu me fitu pa ballotazh, që shka pas me fitu. Po kjo është prapë një tregim i vetëvendosjes i cili shërben edhe opozitës. Se kur normalisht o ma let me alon fajt dikuj tjetër. Pse nuk po ja fitojmë garat në tjerëve ku po publikojmë diçka për ta? Pse nuk ja fitojmë garat, si me thonë, në të kalumen? Pse vetëvendosjes shërbeshin për mirë kur i publikojshim na skandale në kalumen? Sepse i ka marrë edhe ka kriju argument politik me to. Ama jo, këta menojnë që na duhet mja u mujt. E jo, ashtu s'shkon. Që ti nuk mundesh dikon për tribunave me fajsu për mos pjesëmarrje në lojë. Po s'jam lojë, zotni. Dil ti pi lojë, krejt, jo, nashta, po për momentin s'jam lojë. Kështu që, jo, nuk qëndran ajo. Edhe e ko menu shumë. Ko marrë dhe një përfundim më pak më i gjatë. Pse ka urrëtie që ka shtë madhe për këta që kanë luftu. Pas ka edhe me fajet ty në aty këtu, se po ka raste të abuzimit, edhe me parë publike edhe me pozita. Po më nona vishë shkurt me ta për mbledh, po besoj që kemi ku. Se gjatë e komendu. 2 minuta. Ok, 2 minuta. 2 minuta. Se kemi 2 tema tjerë që se qëra arsim, në Kosovë, Balkan, po edhe në botë, me qenë 3 më është të rëndësishme. Mu projektu si 3 edhe për tjerëve edhe për vetës është të rëndësishme. Në Kosovë, për gjatë e kupimit, derisa erdhë lufta, ka qenë një pyetje hipotetike. A jetë 3, edhe a kështë luftu Serbin. Derisa erdhë lufta, te asaj pyetje ke mujt me ju përgjigj me lehtësi derisa ka qëndru në tavolinë atë në dhomë, edhe jam 3, edhe luftoj. Derisa pishin çaj. Erdhë lufta, fatkeqësisht për neve pak luftun e pak dolën trima. Pak trima ishin. Dhe rrjedhimisht pyetja mos ish hipotetike, po me përgjigje tashmë të dhënë. Nuk kesh mo qa kishe bo, se u dike qa ke bo. Ke lufta, s'kesh mo, a kishe luftu? Jo, s'kisha luftu edhe kisha ik, që shindodhin një shumice. Në vend se, tash u këthym pas lufte, në vend se me trajtu këto është një moment dopsie, edhe mu pajtu me faktin, edhe me thonë, okej, tash në kontribojnë pache, aja filloj me kriju një farë urrëtie. Sari shishin këta që ka luftu, u ballafaqeshin me vetëm Fregacak që ka ik. Edhe kjo ndërtoj zemrem brenda tyre. Mos në edhe familjarë edhe fëmijë dikur. Pse s'ke luftu? Përgjigje e vështirë është mu përgjigj për një burr në Kosovë, i cili trimnin e ka aset të vlefshëm. Dole Albin Kurti në skenë. Edhe filloj me fol agresivisht kundrejt komandantëve. Albin Kurti s'kish luftu. Dhe hapi... Jo, këtu mos ka qenë pikën, se unë kom pasën në këtë karrikë që kene qenë jeni jo, ka qenë ish komandant i shtatë përgjithë. Ja kom bërë këtë pikën. Po e di, ma i ka bizneset, a shka mi bo? Jo, aje, Pa, ka biznes, a shi vynë në martë ndera ati, shka mi bo? Tregoj nga periudha e luftës 2 herë ka taku në shtab. Po e ka taku, ti mund është me taku, po na e dim që aj nuk ka qenë i veshur në shtarë. Edhe e dim që është arrestu në banes vetë. Mirë. Albin Kurti ja u hapi një dritare shumë të rëndësishme këtyne që jetojshin pak si të kurën për faktin se këshin ikë. Edhe s'ka luftu, edhe trim. Albin Kurti pas nëjë borë diçka alama të rëndësishme.
tha, këta kanë luftu për me vjedh. Pra, i ndoti motivet e angazhimit. Edhe tash, kjo që kish ik, e kish një mundësi me thonë, unë jam trim për kundër që s'kom luftu, si Albin Kurti, edhe normal që s'kom luftu, se unë s'kom dash me vjedh. Këta Albin Kurti me anis me i shasët, këta nuk largohen për ti. Sepse Albin Kurti ja u ka rimundësu edhe njëherë me qenë trima pas qenë pjesë e luftës. Edhe mi ndot motivet e se cilë që ka luftu. Se tash kur ka ardhë pyetja pse s'ka luftu, me luftu për me vjedha? E ata Albin Kurti nuk ta nshojnë. E këta e militantat e vërtet Kurtit sët, që përbën moshën pi 45 dhe 65. Rrëdhëmisht në kohë lufte, jo në kohë ose ma mirë me thot pi 50-65, kohë lufte jo në kohë lullet e rinis. S'dia ke po në protest një burr. U pa të bo viral, që e pëtën, a ke luftu tha jo, se jo më tu. Po, e zëtënia, po, a e shumë kere. Po, se a e ka shpirtin e shliru. E vërtet. është mirë me pranu. është mirë me pranu, në të njëtën kohë është zërë me pranu. Jam ka thënë moshën ma të mirë, tha po një mikë. Kështu që egziston që kë grupi njerëzve që Albin Kurti nuk të anshojnë, nuk ka lidhe Albin Kurti, aja jep ka 100 euro fëmijëve e leonave, ajo jep ka 2 euro, ajo thot kom ja u marrë ka 100 euro. Prape votojnë. është një grup jo i vogël. Masnaj është grupi Jugoslavëve, që i ka hu privilegjet, edhe me Albin Kurti një rikëthy ato privilegje, që gazetari maj pasën, pa diskutim Kosovë është Vetën Sëroj. Kur kanë nuk e njën të folë, pse Vetën Sëroj e ka banesën me disheshi në Prishtinë? Pse e ka? Banesë që bën 1 milion euro. Sepse Vetën Sëroj s'ka dertë se bën. Po te s'bën me pas arsim. Te pe Drenice, unë jam pe Deçanit, nuk bën. E ta shpresa jame është këtu. Kështu që Albin Kurti nisët në 20% zgjedhje gjithë. Edhe bile aty s'ki që ka hup energji me tentu me rikëthy diçka, është vote humbën. Po unë e kom shumë shpres që këto gjeneratat që të sot votojnë për kanë linë mas lufte, të i qenë pa barën e ikjes në luft, ata e kanë prapë mundësin për pyetjen hipotetike, a je trim, ata krejtojnë po. Shu që të i qenë trima, të i thonë po, të dash me mbrojt vendin, ata kanë më këthy në gjenezë, kur ke Kosova rrezik, kush luftoj? E fatmirësisht ka pamje, edhe ata kanë me thonë ka dale. Urrejtje nuk kanë, okej? Urrejtje nuk kanë, për kërkom të që kësh, bile kanë admirim. Sepse kur dojnë më u thirë në guxime në trimni, cilën ata besojnë se e përfatsojnë, kanë me lype dhe figura. E kur të lypin figura luft, zgjinen këta. Që kë ka me kur? Qaj që ke ma herët s'ka me kur. Ka menoj që një për shpresave tona, është që kë fakt. Dhe disa figura tjera të kërkojnë djesë nëse u zgjata ato. Po, pas ke bërë analizë interesante pas ke bërë. Dhe figura tjera për pas Ramos Haradinat janë edhe këto figura, të cilat janë të përballur me një proces gjyqësor, po shkon drejt fundi. Ndërkohë një letër është drejtuar Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Bashkimit Evropian nga një grup gazetarësh, bile marrëdhënate pse s'ke shonë ato me fermues. Po na ka pasur ai më shumë ka pas bëj me media se sa me gazetarë. Leonardo Mirboll, drejtuar pra Shteti Bashkuar të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. E lexova, sigurisht e kam lexuar përmbajtjen e kësaj pyetjet, po unë besoj se të ka përfaqësuar edhe ty. Absolutisht, po. Atë veç kisha qef me figuru, jam ato që... Unë me sa di që ashtu është mendua. Po është, dëmonë, mediume këtu. Mediume, ma shumë se sa. Nësesh më është përmbajtja saj, që më pëlqeu shumë dhe më nësha vetë mërit cili mund tjetë efekti që mund të mërjet nga një letër drejtuar. Që ashtu njërë du të me thonë me luftu me që ato mjetë që i ka, ata gazetarët në shkrumë që kanë mujtë me këtë qenë edhe qjerë, po më shumë kanë qenë emra cilë të përgjatë tyre 4-5 viteve, jënë marrë në vazhdimësi me procesin atje, kanë zhvillu, sigur edhe ti ke qenë vetë në Hagë, emisione, dokumentare, reportaje, edhe ke përcjell nga afër. Edhe me që ke përcjell nga afër gjithë, nëse po thamë prapë gjykon pa emocione, si gazetar, e ke pa që aty ka pa drejtësit më dha. Që po besojnë tashme janë të kuptueshme edhe për publikun e gjerë. Unë jam i bindën që 90% e shqiptarëve në Kosovë nuk e duan këtë gjykat, nuk e kuptojnë bashkëmirë si ka funksionu këtë gjykat, edhe absolutisht janë kundër që vendimet të merren atje në emër të popullit të Kosovës, kur e kemi pa çfarë lloj vendimesh merren. Tashme që jemi afër vendimit final,
ka metodë shumë pak me mundësi vazhdimi edhe 2 muaj deri te vendimi mbas e marrin, po jemi në momentet e fundit. Shqetësuese ka qenë tash jo veç prokuroria e cila merr ke prova të pafiltruar me pej Serbisë kryesisht e prezantoi ka aty si fakte, fatmirësisht mbrojtja e Rëzajke, por jo rrallë edhe gjyqtarët ma shumë janë dukë se zgjatimi i prokurorisë, se sa si pala e cila vlerëson, bazuar mbi prova dhe mbi argumentet e mbrojtjes së prokurorisë. Shpesh o dukë si zgjatim, shpesh gjyqtarët përveç kësaj vendimet që i kanë marrë, sikur për rastin e Calit, kanë qenë skandaloze. Që më thonë njën mohu disa të drejta elementare, është mohu mundësia e gjykimit dhe dënimit me ligjin e favorshëm, që është parim universal në drejtësi. S'ka ndodhë. Shumë veta nuk e din pak si hibride është kjo. Ata herë funksionojnë në emër të popullit të Kosovës, herë prezantojnë drejtësi ndërkombëtare, marrësisht që konvenon atyne, e jo të atyre që po gjykohen, që çdo është me qenë e kundërta. Edhe pyetjet kanë qenë shpesh suggestive, shpesh kanë qenë spekulative. Për ka posë rase ku gjyqtari thotë, hajde ta lojmë se ka qenë çështo, ai thotë po jo s'ka qenë, po ta lojmë se ka qenë. Do ka qenë skandaloze. Mas në reagimet ndaj prokurorisë shpesh nuk kanë qenë profesionale, është kuptu, për shembull që prokuroria ka mbështet dokumente që janë prova shfaqësuese për të akuzuarit. Kurrë s'ka ndodhur. Çdo vrejtje, çdo ankesë, çdo apel që e ka bërë mbrojtja asnjëherë s'ka kalu. Edhe tash ekziston një frikë e madhe që ky proces krejtësisht i politizuar ka me jep edhe në vendim final politik. Pra edhe letra nuk është kërkesë për mohim të drejtësisë, po për sigurim se po vendoset drejtësi, edhe i drejtohet Bashkimit Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës si 2 sponsorët kryesorë edhe financiare edhe menjerëz të gjykatës. Edhe ekzistojnë disa dilema. Tazojmë që konfirmohen shkeljet edhe të prokurorëve edhe gjyqtarëve. Çish penalizohesh? Kush dënon? Kush kujdeset? Se Kosova s'pe ka drejt, ndryshe që na është premtu. Prandaj edhe kemi ndryshuar kushtetutën për me akomodu këtë gjykat. Mirë po Kosova s'po ka mundësi. Ju kujtohet juve mashtrueshëm Glaukonius, atash ministri i jashtëm, na pat premtu, po sa u kthy nga Haga, e i pa edhe vetë pa drejtësit, pa të premtu hartimin ose formimin e një komisioni, cili ka me qenë mbikëqyrës. Normalisht nuk ndodhi. Pra dhe këtë letër ish dash shteti i Kosovës me ia dërgu SBA-ve dhe BE-s. Me thonë, okej, ju jeni mirëmbajtës të kësaj gjykate, ta është të quajtur gjykatë. Tregona një çka ndodh kur shkelen drejtat e të burgosën, shkelen drejtat e njerëzit. Gjykimi në afat arsyeshëm s'ka ndodhur 5 vjet para burgeme, pa dëgjuar midis Evropë. Që është e mundur që po shihen krejt çdo, me lehtësi po vazhdojnë me i bë të njëjtat, ku o penalizimi këtu. Edhe thjesht gazetarët me shteti s'po e bën, kanë kërkuar llogari dhe i kanë bërë disa pyetje. Kaq ka qenë e gjitha, sepse ka shqetësim të madh. Se çka mundet me ndodh me vendimin final nëse krejt procesi është politik. E ideja është paktën me siguru drejtësinë në fund. Nëse krejt rrugtimi ke jo veç politik barbar apo. Jemi në fund kësaj bisede, po të flasim veç shumë shkurt për pra kanë mbetur 2 javë nëse nuk gaboj kur do të përfundoj afati për zgjedhjen e presidentit ose presidentës, siç duket këta dy që janë fotografi nuk do të jenë asnjëri president, apo ndoshta ka mundësi që Vjosa të rikthejt si presidente e ardhshme. Tash pa shkuar zgjedhja? Po. Ja, po më duket e pamundur, edhe pse unë nuk për me pas ta 2 betejë politike, ish dash me pas ide të ndryshme për të ardhmen, për Kosovën, për ekonominë. Ju s'di, me misionin e fundit keni mujt me pa të Leonard Kërçuku, Vjosa Osmani flet sikur mos me jetu në Kosovë. Pra kjo as nuk e ka fort iden, kush nuk e den çfarë menon kjo për zhvillimin të Kosovë, për kjo ma shumë flet kështu bazuar mbi situata, kryesisht personale që afektojnë atë. Kështu që po shohin njerëz që kanë ndërtuar një farë pritje, mos kjo nëse i bëhet karshi politikisht Kurtit ndodh diçka, është sa një njëjtë, sa i përket Kurtit, edhe argumentet e vetëvendosjes banal se nuk i patëm votat, prandaj nuk i votuan Vjosa Osmani, kjo është nonsens, se në 2021 si keni pas votat ose keni pas ma pak vota, edhe keni shku në votim edhe është pranu, po
te dokumenti 52 faqe që e ka Albin Kurti, që ka qenë dokumenti brendshëm ku i shpjegohet dhe antarëve të vetëvendosjes se si duhet me u marrë, me u mbajt pushteti, aty thuhet qartësisht që për me marrë pushtetin na vjen gjendje e jashtëzakonshme. Në të njëjtën kohë për me mirëmbajt pushtetin na vjen gjendje e jashtëzakonshme. Edhe ky është prodhuesi krizave në vazhdimsi, edhe ky funksionon pa frikën e pasojës. Pra, si më thonë, kur i bën kalkulimet ky pro dhe kundër ndonjë veprimi eventual që don me marr, ky nuk e ka prapa kokës tu po me Kosovën çka ndodh. Kështu që kur nuk e kiti që të pjesë, operon çështo shpesh edhe pa kuptueshëm. Po për me kuptu këto, duhet me këshir interesat e Serbisë, edhe unë besoj kuptohet. E interesi i Serbisë është i pa diskutueshëm. Me që e ka marrë po përmes ti idenë se Kosova u shkatru që 20 vjetë, rrjedhimisht pas ka qenë mirë në Serbi, dhe ajo e mirë u shkatru më pas, edhe dy që ka qenë shumë rëndësishme për ta dhe e ka lëbu vazhdimisht ndërkombëtarisht, shqiptarët nuk janë të aftë me mbajt shtet. Kur e lëm 5-6 vjetë në një gjendje të tillë, të paqartësisë absolute, të polarizimit skajshëm, edhe të krijimit të një farë ideje që këtu thjesht nuk mundesh me qeverisë normal, atëherë argumenti i Serbisë që e thot mati, thjesht forcohet edhe e ka gojën hapur që. Pro, Albin Kurti nuk ka interesuar për me zgjidhur çështjen e presidentit. Albin Kurti nuk është interesuar për me zgjidhur çështjen e presidentit, Albin Kurti nuk ka interesa normale që mundë një qytetar normal me shpjegu. Pra, Albin Kurti normalisht dikush pse futen politik. Futen politik me marrë pushtet, me zhvillu vizionin e vetë për të ardhmen, bazuar mbi idenë e tij se çka është më mirë. Nuk funksionon kështu. Që nuk funksionon kështu. Kosova duhet me qenë në paqartësi të plot shoqërore, politike dhe ekonomikisht të dërmuar. Që kjo është synimi. Që kjo është synimi, që kjo ka qenë qysh nga fillimi, edhe nëse thjesht mjafton me u shiku veprimtaria politike e tij. Prej 1998-s, ku ka avoku vazhdimisht publikisht edhe ka thirrë në demobilizim trive për me kapë armën, Terambojeja, ku ka kërku mos më nënshkru marrëveshja rrjedhimisht me u largu ndërkombëtar për Kosovë me na lën prapa aty. Te bisedat e tij si student ku është tentuar me paraqit problemin e Kosovës jo si problem etnik, po si problemi i demokracisë brendshme të Serbisë. Te kundërshtimi i tij për procesin e Vienës që na solli pavarësinë, te kundërshtimi për pakon atisor që ky thoi që nuk e sjell pavarësinë, e te krijimi i idesë të shqiptarëve se NATO ka qenë okupuese e jo çliruese. Te krijimi i idesë që këta prej kur e kanë filluar luftën e QK-ja e kanë filluar për me fitu për vete pasuni e jo për çlirim. Te krijimi i idesë shqiptarët që shkatrojnë, prandaj kanë shkatruar Kosovën që 20 vjet, e të secila veprimtari e tij politike, e shoqërore, e te grupi që e rrethon, e te mënyra që sillet, e te dobësimi i aleancave që i ka bë, e te krijimi i përshtypjes ndërkombëtare se sen Kosovë janë viktimë, çka ka dorë Serbia gjithmonë e ka arrit vetëm me këta. Krejt të gjitha rrugët qojnë në Serbi. Po fuqia e këtyre lloj njerëzve, ma e madhe, është me u dok e vërteta konspirative. Edhe kjo e ka bo, se kjo e ka lujt, po normalisht se ka gjithat shtetë Serbin mbrapa, edhe normalisht se ata e furnizojnë me mënyra që duhet me usjellë publik. Kjo ka akuzu qatë shumë njerëz për tradhtar, sa që në momentin kur vjen tradhtari vërtet, kur i thu ka më dogë si një akuzë e përgjithshme që i bëhet secilit politikan. Jo, nuk është ashtu. Albini ka uruar, nuk e di sot atje për ndryshimet që kanë ndodhur, ndryshimet demokratike që kanë ndodhur në ndryshimet që kanë ndodhur, a shembull ta merr këtë tjetrin. Shembull ta merr këtë tjetrin, që 16 vjet gazetarë që kanë rezistuar, se jo gjithë kanë rezistuar, që 16 vjet gazetarët atje ju thuhet, vish tash e kundërta është, atje ju thuhet ju jeni kukullat të Evropës, kukullat të Sorosit, tradhtar të Ungarisë. Identik që është na thuhet neve prej Kurtit në Kosovë. Qasjen e ka njëjtë, politikat i ka njëjtë, politika sovraniste, a pikërisht gazetarët janë nxjerrën incizimin ku ky thoi ke Putini ti e lehoni unë jam miu. Ka incizime ti
edhe gazetarët e ka rëzu këto, jo kë. Kë ka... Ky shko me to. Ordra? Ky shko me to. Kë ka qenë me to deri vonë, edhe mas i ka dalë një skandal, ku kë ka proklamu shumë për mbrojtjen e familjes tradicionale, doli skandali që qeveria ka qenë të i mbrojt dhe përdhënues të të miturve, edhe ky qatëherë ka dalë, qaj ka qenë momenti, po klimen kundër Orbanit e kanë kriju gazetarët, me fakte, me ulëmtime, me argumente, qashtu qësh kanë me kriju edhe kanë kriju edhe në Kosovë. Na japi municion vazhdimisht, tjetër që s'ka kush i gjonë. Nuk është një që pata në kë. Petër Majar, edhe kë nuk është tajfar politikani i arzakonshëm. Po ne po ka shfrytzuar çaton që ta gazetarët. Po, kjo punëtor, kjo për shembull 7 tubime në ditë ka marrë. Edhe i ka vizitu, që me thonë, se cilin fshat e qytet vogël të Hungarisë ka 3-4 herë para se marrë zgjedhjet. Gjë që nuk e bëjnë politikanë tonë të dashur opozitar. Po shem janë. Unë të falenderoj shumë që ishe në emisionin frontal. Ishte kënaqësi si gjithmonë. Shikues të nderuar, këtu po japim fund për sot emisionin frontal, duke ju kujtuar se pas pak ju pret shpëndim emisionin Ti Kanapej.